Dhjetra banor të njësisë administrative Cakran u mblodhën paraditën e sotme në një protest për të kundërshtuar vendimin e qeverisë për zhvendosjen e disa shërbimeve drejt njësisë së Levanit. Të revoltuar, qytetarët shprehen se ky vendim rëndon jetën e përditshme, sidomos për të moshuarit, të cilët e kanë të pamundur të udhëtojnë rreth 27 kilometra për të marrë shërbimet bazë. Sipas tyre, një pjesë e madhe nuk kanë as mundësi dhe as njohuri për të përdorur shërbimet online. Arsyeja e protestës sotme, ne jemi informuar nga media dhe nga personat të tjerë që qeveria ka marrë një vendim se nuk kemi dëgjuar vetë qeverinë, ka marrë një vendim që të bëjë zvoglimin e njësisë vendore dhe sidomos transferimin e gjendjeve civile në të gjithë qarkun e Fierit, dhe nga nuk e di se ishte numri i gjendjeve civile, të reduktohet të shkojnë në 4-5 njësi, ose gjendje civile në 4-5. Kështu që Cakran e kanë çuar me Levanin. Dhe neve historikisht qëndrojmë 1 milion herë larg nga Levani në të gjitha drejtimet. Këta banorë këtu meritojnë më shumë, sepse këta vina paraardhës që kanë luftuar, vina paraardhës të cilët kanë bërë histori në Shqipërisë. Kjo zonë, kjo krajinë, kjo trev meriton më shumë. Nuk është tani t'i heqësh Cakranit, gjitha shërbimet, dhe këta banorë këtu të shkojnë në Levan, kjo është e papranueshme, nuk ka ndodhur ndonjëherë. Atë që po i bëjnë, thashë edhe një herë, Cakranit nuk ja ka bërë asnjë armik që ka kaluar në këto anë, asnjë pushtues nuk i kanë bërë Cakranit këtë që po i bëjnë këta sot. Pra t'i heqësh Cakranit dignitetin, ja kjo është. Këtyre banorëve këtu, ti mos u ofrosh më asnjë lloj shërbimi nga data 1 maj që të vjen pas nesër. Ja kjo është e vërteta. Nuk ka mundësi Cakranjot të vjen në Levan, apo të vjen në Fier. Është 20.000 banor. Këtu bet një deputet, këtu s'vi një deputet. Është turp për ata, jo për ne. Për ne është turp që ju japin votën. Dhe turp të kenë ata. Duhem që me çdo kusht, komuna dhe gjendjet civile të jenë Cakran. Ata nesër mund ta heqin në spitalin, na heqin në shkollën. Na marrin ne, na çojnë në Azerbajxhan. Banorët theksojnë se Cakrani është një zonë me histori dhe identitet të fortë, e përbërë nga 13 fshatra dhe me rreth 17.000 banor. Ata e konsiderojnë të pajustifikuar bashkimin e shërbimeve me Levanin, duke kërkuar rishikimin e menjëhershëm të vendimit. Është e papranueshme që një komunitet kaq i madh të mbetet pa shërbime pranë. Kjo është një goditje direkte për banorët, sidomos për më të pambrojturit, u shprehën protestuesit. Kjo është masakër historike dhe kjo nuk bëhet pa qëllim. Qëllimi është sepse është betuar dikush këtu që unë do ta shkrij Cakran. Nuk e shkrin dot as ajo zonja që shmarrë pandeur, as njeri tjetër nuk e shkrit dot, sepse këta parasit e këtyre burrave këtu kanë luftuar që në kohën e Osmanëve, kanë bërë kryengritje, ja këta i shikoni ju. Këta ka përballuar luftra me Axhi Qamilin e me këtë doni ju, me italianët e me këtë doni. Kështu që kjo është e papranueshme dhe ne nuk do ta lejojmë, thash, për epshet personale të dikujt që do ta shkrit Cakran, nuk ka shanse ta shkrit Cakranin. Sepse mundet në një moment dhe mund ta shkrish, sepse ke pushtetin, ke forcën e kartonit. Po problemi qëndron që sa do ta mbash gjatë këtë pushtim dhe këtë poshtërsi që po i bën. Nuk ka poshtërsi më të madhe, i kanë larguar të gjithë shërbimet, i kanë larguar të gjithë rinin, gjithë banorët dhe tashmë i thonë ju do shkoni në Levan për të marrë një dokument të njësisë administrative. Po ku ta gjej ai pensionisti i Albanian? Ai pensionisti ku do ta gjej ai fuqinë e tij për të shkuar në Levan? Kur ai këtu ka 100 e sa vite, ka varret e të parëve, ka çdo gjë dinjitetin këtu. Ne Cakranjotët jemi autokton sot e 200 vjet para dhe nuk kemi heterogjen. E para kemi një histori që nga Gurzeza, që jemi autokton 2000 ca vjet para. Përshëndaj Cakrani sot përbëhet për 17.000 banorësh me certifikate, bëhet nga 13 fshatra me vull. Dhe i ka të gjitha kriteret e një bashkie. Është një zonë e populluar dhe është fatkeqësi e madhe që këta 17.000 banorë transferohen dhe shkojnë në Levan për një certifikat. Banorët paralajmërojnë se do të vijojnë reagimet e tyre nëse institucionet nuk marrin masa për të adresuar këtë problem.